një çështje tjetër, se më kujtohen në raste të shqiptarëve të ndryshëm. Një djalë i ri në proces green card-e ndodh që grindet në moshën 18 vjeçe me një shok të vetin në shkollë. Edhe godet atë ai thyen Crown, diçka e tillë. Dhe këtij personi nuk ju dha e drejta për të marrë green card-ën. A ka rrugë dalje në këtë mes? Atëherë, po, në parim po. Në parim po. Unë kam patur një rast ku një minoren në atë kohë është zënë 2 herë, është arrestuar për përdorimin e marijuanës. Në shtetin e New Jersey, ajo ishte një krim atëherë. Pavarësisht se shteti i New Jersey sot nuk është më një krim dhe është lejuar marijuana, për efektin e ligjit federal të emigracionit, ajo vazhdon të jetë, sepse nuk është lejuar në nivelin federal. Janë disa krime, zoti Floqi, që quhen crimes of moral turpitude, krimet të moralit të ulët. Pra, një këshillë e përgjithshme është, çfarë do që ndikon jetën tënde të përditshme, e ndikon jetën tënde dhe si emigrant. Ngarja e makinës i dehur, përdorimi i violencës i dhunës në familje, apo assault, apo rrafjes në rrugë. Të gjitha këto ndikojnë tek procesi i emigracionit. Dhe ligji federal i emigracionit nuk është aq i butë, është i egër në raport me këto vepra. Dhe nuk ka edhe element të diskrecionit nga gjykatat apo nga autoritetet për ta falur këtë. Atëherë çfarë bën? Pra, e thënë me fjalë të thjeshta, keni qenë një djalë i parregullt, keni kryer disa veprime, çfarë keni bërë për të përmirësuar, që të japim një shans të dytë. Pra e thënë ndryshe, po ka, por prerogativa është në 5 vjetët e fundit përpara se sa të aplikonit për green card, duhet të jeni i pastër. Kisha një në Pennsylvania, një student i shkëlqyer, kishte bërë një insurance fraud. Pra, kishte bërë falsifikim me siguracionin në makinës. Po, ishte dënuar, do me thënë, dhe kishte bërë, ishte me kondicion, dënuar me kusht. Kemi marrë dokumenta me tonelata, pas dënimit të gjitha me radhë, ky vazhdon shkollën, përmirësohet, bëhet njëri i vlefshëm, kemi marrë dokumenta të cilat provojnë që ky njeri ka përmirësuar sjelljen dhe është bërë një qytetar, dhe prandaj unë kam kërkuar që t'i jepet një shans i dytë. Dhe është miratuar në kohën e Trumpit. Pra në kohën e kësaj administrate. Pra rast pas rasti. Por, unë dua të them këtë gjë. Po, ka zgjidhje për qytetarin që ju referuat. Por varet se çfarë ka ndryshuar dhe çfarë është përmirësuar në raport me dhe pse nuk është më kandidat për violent. Pse duhet Shtetet e Bashkuara të Amerikës të japin green cardën dhe ta bëjnë qytetar përhershëm. Unë kam një jamaikan, Robinson, me mbiemrin Robinson, të më thënë, ai ka kryer disa grabitje. Pra jemi në këtë kategori. Dhe prioriteti i administratës Trump është që të largojë të parët këto njerëz, edhe në qoftë se kanë green card. Ne kemi njerëz që kanë vajtur për të marrë shtetësinë dhe të cilët i kanë vënë në procedura përzënje. Pastaj, e kishim fjalën tek falsifikimi dhe tek gënjeshtra. Operacione masive në lidhje me martesat falso apo martesat tjera, bile ishte edhe një rast i një shqiptari para 2 muajsh që doli në lajmet e departamentit drejtësisë, ishte e kam diku në arkivat e mi, që kishte realizuar një martesë. Pra kjo qeveri, kjo administrat është anti-fraud. Për herë të parë në historinë e këtij vendi, gjithmonë e ka luftuar, edhe si vlerë e qytetarisë amerikane, falsifikimi dhe mashtrimi, por vetë qeveria tashmë ka institucionalizuar.
Vetë presidenti Trump ka emëruar para 2-3 ditësh ose javën që kaloi zëvendës drejtorin e departamentit të drejtësisë për antifalsifikimin dhe antifraud. Ka bërë një emërim të tillë. Zoti Metuku, ne trajtuam mjaft probleme. Unë tash kam dy pyetje të cilët kanë bënë me situatën aktuale. A kanë më lehtësira personat që kanë probleme të tilla në sanctuary cities apo shtetet që quhen sanctuary? Ka disa shtete që po rezistojnë ose që thënë ndryshe nuk po ndajnë të dhëna me qeverinë federale. Pra po rezistojnë për të ndarë të dhëna. Megjithatë, qeveria federale po operon nëpërmjet sistemit të IRS-it ose të departamentit të taksave dhe departamentave të ndryshme për ta marrë këtë informacion. Pra, në një periudhë të shkurtër në këto safe, në këto vende të le të themi kështu që nuk bashkëpunojnë me qeverinë ose në këto shtete që nuk janë miqësore në zbatimin e politikave të migracionit të qeverisë. Pra, mund të kenë një le të themi një streh të përkohshme. Por nuk është e përhershme sepse kjo qeveri ka deklaruar që dhe është në tentativa me të gjitha këto shtete për të operuar në kapilar. Sidomos prioritet të gjitha ato që kanë rekorde kriminale. Çfarë do lloj rekordi kriminal? Dhe përveç kësaj, do me thonë, operacionet të cilat ne shohim televizor janë të vazhdueshme dhe kudo. Dhe do të shtrihen kudo. Tani, në këtë mes, si e vlerësoni ju situatën e krijuar në Minnesota, me këndvështrimin e një avokati, jo të një analisti politik? Atëherë, asnjëherë nuk duhet pristin që unë jam njeri i drejtës, unë jam njeri i drejtave, unë jam për vetë natyrën e profesionit, unë jam për të mbrojtur drejtat e lirive njerëzore. E thënë kjo, do me thënë, ka gjithmonë një vështirësi ndërmjet balancës së zbatimit ligjit nga autoritetet dhe të drejtave, të drejtës shprehjes, të drejtës kushtetuese të shprehjes së lirë, të drejtën e mbledhjes, të protestës e gjitha me radhë. Pra kemi gjithmonë një konkurrencë midis zbatimit ligjit, sepse qeveria është zgjedhur për të zbatuar ligjin. Dhe zbatuesi i ligjit numër 1 është presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për të siguruar për sigurinë tonë të gjithë qytetarëve amerikanë. Por zbatimi i ligjit dhe drejta e qytetarëve duhet balancohen. Pra duhet kemi një deeskalim, duhet kemi një balancë në koncept, sepse nuk duhet të trajtohet tërësisht dhe thellësisht politike çështja e migracionit. Por në esencën e vet edhe nga qeveria, dhe nga administrata, duhet ketë elementin human. Janë pikërisht vlerat humane dhe mbrojtja e drejtave të njerëzit, të cilat e kanë bërë Shtetet e Bashkuara të Amerikës të jenë me të vërtetë një pishtar shprehse në glob. Fuqinë e ligjit dhe zbatimin e ligjit mund ta bëjnë negativisht edhe Kina dhe Rusia. Por ne jemi një vend i cili nënshtrohemi ligjeve dhe pjesës humane dhe të civilitetit perëndimor. E thënë kjo, dhe jo me zhargonin e fjalëve të shumta dhe pakta, unë jam për një balancim, një maturi të qeverisë federale dhe qeverisë vendore. Sepse kemi në më pak se 3 javë 2 qytetarë amerikanë të vrarë. Kjo është e dhimbshme. Dhe si njeri, si qytetar, por dhe si avokat i mbrojtjes drejtave të njerëzit, është e rëndë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A do të ketë kosto zbatimi i ligjit? Pa diskutim që do të ketë kosto. Por a duhet që qeveria federale të shmangë dhe të marrë masa që të shmangë sa më shumë këto lloj efektesh? Pa diskutim. Dhe këto unë besoj që ata e pranojnë, dhe tani tashmë ka dhe një investigim, një hetim a janë ndjekur protokollet e nevojshme dhe të duhura në rastin e zotit Preti. Prandaj unë them, duhet tensionimi i situatës, ka tentativa, por ne si avokat do të qëndrojmë në balë të mbrojtjes drejtave të njerëzit kuado që të jenë. Edhe përballë qeverisë së Shteteve të Bashkuara në konceptin e mirë të fjalës.
sigurisht do t'i kërkojmë atë në bazë procedurës ligjore dhe në bazë të ne jemi vend sundimi ligj, jo sundimi individ. Kjo na diferencon me gjitha qeveritë autokratike në planet. Zoti Metuku, unë ju falenderoj për gjithë të bashkëbisedim kaq të sinqert, kaq të kualifikuar për këto çështje që e shqetësojnë të gjithë ata që na shohin, po të gjithë personat cilët mund të kenë një problem emigracioni, pasi të gjithë ky vend është ndërtuar mbi bazë të emigracionit, shqiptarët e duan Amerikën, e duan jo vetëm si një mundësi për ëndrrën amerikane, por e duan edhe për motive tjera se është shteti që ka ndihmuar vendin tonë, Kosovën, kohët e fundit, në çdo aspekt, e në këtë mes edhe shqiptaro-amerikanët ose ata që ende janë në proces kërkojnë një zgjidhje. Ju falemnderit për punën e mirë që bëni duke ndihmuar juridikisht personat cilët kanë probleme të emigracionit. Urojmë që të shihemi edhe herë të tjera, ndoshta me probleme të një fushë konkrete për ta bërë emisionin sa më atraktiv. Besoj se ky emision do ndiqet mjaft. Po, pa diskutim, jemi të hapur, jemi një derë hapur për qytetarë shqiptar-amerikanë dhe jo vetëm, dhe do të jemi këtu domethënë përqendruar deri në fund për të mbrojtur drejtat e tyre. Unë desha t'ju falenderoj ju për mundësinë që më dhat për të përcjell shqetësimet që me të drejtë jeni kthyer tashmë në një televizion i respektuar, jo thjesht për arsye sepse ju më morët mua në telefon ose më ftuat që të trajtojmë këtë çështje. Pra, unë mund të trajtoj këtë çështje një herë në muaj ose një herë në 2 muaj, tërësisht falas informacione informuese ose për çështje konkrete. Le të ndjehen të lirë të kontaktojnë, unë gjithmonë jam aty për ata. Dhe jo thjesht në aspektet dhe elementet e biznesit, por sepse këtë punë e bëj me pasion dhe prandaj e kam zgjedhur këtë profesion. Faleminderit juve, zoti Floqi, një gazetar me reputacion, edhe normalisht messenger i fjalës lirë, edhe gjithë televizionit tuaj, cilët praktikisht përcjellin tek njerëzit informacionet e nevojshme. Mirë pra, ju falemnderit dhe miru takofshim në emisionet të tjera. Faleminderit, miru pafshim. Faleminderit ju. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i dham fund emisionit ton Argument me avokatin e mirënjohur Hasan Metuku nga New Yorku, për cilën folëm për problemet e migracionit, sidomos për ndryshimet e forcimin e zbatimit të kodit ligjor kohët e fundit nga administrata Trump dhe mënyrën se si mund të gjenë personat që kanë çështje e migracioni zgjidhje për problemet e tyre. Miru takofshim në emision tjera.